Jemi rikthyer dhe jemi me doktor Ali Mehmetin në studio. Zoti Ali Mehmeti, nga Këshilli Bashkiak i Tiranës, shumë kanë pyetjen që ju keni bërë aksion për Tiranën, keni bërë ato protestat pothuajse të përjavshme që keni pasur tek Bashkia e Tiranës për shkak të gjithë ngjarjeve që përfshin atë bashki, por nuk kemi kuptuar çfarë ka bërë opozita në Këshillin Bashkiak të Tiranës asnjëherë. E di që do më thoni se mbledhjet janë të mbyllura, se del vetëm fjala e kryetarit të bashkisë, por qytetarët që ju kanë votuar në Këshillin Bashkiak të Tiranës shpesh pyesin, a e keni bërë ju transparente sa duhet, çfarë diskutohet, çfarë nuk diskutohet, çfarë ka ndodhur me qytetarët e Tiranës gjatë kësaj periudhe, kuptimin e jetesës së tyre. A kemi bërë ne? Detyrë ka Romina Kuko. Po them, denoncimin, ju e keni bërë dhe ne e dim këtë pjesë. Detyrë ka Romina Kuko. Nëse do ju thoni qytetarëve çfarë keni bërë ju për tek juve si media, në mbledhjen e ardhshme, të vini aty. Mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura për çdo qytetar dhe të shihni a ju lejon Policia Bashkiake që të hyni. Provojeni. Keni për të parë që nuk ju lejon Policia Bashkiake që të hyni, keni për të parë që ajo nuk jepet në asnjë media, keni për të parë që edhe pse jemi ne ankimu pranë organeve zyrtare, nuk kanë vepruar, nuk ka funksionuar prefektura, nuk ka funksionuar gjykatat, nuk ka asgjë s'ka funksionuar. Pse? Sepse është një shtet mafie bashk, i cilët mbyllin vrimat e njëri tjetrit. Si bëhen mbledhjet e Këshillit? Dhe atëherë neve u detyruam të postojmë në rrugë apo jo? Po. Sepse ka humbi institucionalitetin Këshilli Bashkiak. Atëherë u postojmë në rrugë dhe ju i dini diferencat. Pra, nëse në periudhën 2019-2023 për fajin e opozitës, ky është faj, nuk u futën zgjedhje dhe spati fare përfaqësuesat e Partisë Demokratike dhe 2019-2023 Erion Velia i bëri çfarë bëri dhe ja ku është tashtim ato që bëri. Ne kemi hyrë dhe kemi marrë mandatin në qershor të vitit 2023 dhe ja ku mund të shihni këtu që s'kan kalu 2 vjet, Erion Velia nuk është më kryetari i Bashkisë Tiranës. Apo jo, shumë qartë. Dhe shumë qartë po vjen ndukje, fal kolegëve, këshilltar bashkiak. Edhe Nesti Angonit. Fal po dhe Nesti Angoni patjetër, po mos harrojmë neve gjithë aktorët. Mos harrojmë Belindin. Tash ishte aty, mos harrojmë gjithë Aleancën për mbrojtjen e teatrit, qytetarë të tjerë që ishin aty. Se çdo javë ishin aty, duke e vënë parasysh me fjalë, me vepra, me radhë. Por edhe nëpër gjykata, nuk e di sa herë mund të ketë Belindi apo zonja Kalaja nëpër gjykata duke denoncuar me shkresa, është avokate e partisë, është kryetari i gjykatës së partisë, do e bën zyrtarisht atë punë. Këtë po bën një opozitë. Patjetër brenda Këshillit janë kërku informacione, është kërku llogari, është kërku të fundet. A e dini ju që Këshilli Bashkiak ka një rregullore që s'lejon të futesh rendite e hallit të qytetarëve? E dini ju, kanë rregullore ata. Nuk lejon të futesh rendite. Nuk mund të futesh. Del diçka, ndodh diçka si për shembull, një gjë e vogël fare, burgosi Erion Veliet me 10 shkurt. Dhe mirë që Këshilli Bashkiak Romina Kuko nuk thirrri mbledhje urgjente, duhet thrisë një mbledhje urgjente, se çfarë do bëjmë, kush do jetë në kryesi. E vendos Këshilli Bashkiak, nuk e vendos Edi Rama. Edi Rama është pushtet qendror, nuk është pushtet vendor. Mirë që se thirrim në urgjente, mirë që e thirrri 2 javë me vonesë, po se kishte as në rendite, asgjë. Po çfarë u mblodhet? U mblodhen për disa çështje si bonusi i qerave, shumë mirë ato, patjetër do kalojnë, çështje sociale, por kjo është çështja kryesore. Apo jo, e di, kalojnë dhe ato, kjo duhet ishte rendite. Atëherë bëm ne kërkesë për rendite. Dhe bëm konferencë për media, ku ishte edhe media juaj e pranishme. Kjo është transparenca që ne bëjmë, çfarë ne kërkojmë? Kërkojmë 1, 2, 3, kërkojmë bëhet transparencë për çfarë arsye dhe bëhet debat për shkarkimin e Erion Veliet, se ka drejtën Këshilli ta bëjë këtë. Bëhet transparencë ku shkojnë fondet e qytetarëve të Tiranës dhe si përdoren ato, dhe ne kemi kërku me firmat e 7 forcave politike të ndryshme nga spektri maj deri në djathtë, që të bëhet një auditim ndërkombëtar i fondeve të Bashkisë Tiranë dhe ku shkojnë parat tona dhe si menaxhohen ato, se 50 i pat vetë se si ishin. Senatorët e Tiranës mund të them e shifni vetë, sepse nuk keni si e shifni. Ishte fush atje, mund të shkoni të shifni fushën, por 12 milionë euro tjera u miratun prapë tani. E miratoi ky Këshill Bashkiak, këto Parti Socialiste, to janë shumica. Nuk e bën dhe nuk futen as në rendite që diskutojnë se si do drejtohet tani Bashkia e Tiranës. Fare. Këshilli Bashkiak i drejtuar nga Partia Socialiste, i mësuam keq me formatin kartoni lart kokën poshtë, nuk ka diskutim, mbyll çdo mbledhje, mbyll fjalën, nuk të jep as fjalën për procedurë, imagjino ku çfarë nivele shpërdorim detyre. As fjalën për procedurë. Pra Këshilli Bashkiak nuk ekziston. Romina Kuko, këtë Këshill Bashkiak e ka kthyer dhe ka shpërdoruar në mënyrë ekstreme.
duke qenë se ajo është vetësh përfaqësuese, i drejtohem atyre njerëzve që votojnë Partinë Socialiste, se ka mjaftuar shumë qytetarë që kanë votuar Partinë Socialiste. Ti them që ata nuk e kanë mendjen ke ju dhe ke hallet tuaja. E kanë hallin vetëm te vetja vet, te mandati vet, dhe kanë hallin vetëm se si do përballen ata me drejtësinë. Po për ju zero, pse ju a tham unë këtë? Kush është kryetari i bashkisë sot? Anuela Risani është e komanduar. Si u komandua? Kush e komandoi? Kush? Kryeministri? Nuk e ka tagër. Është pushtet qendror, nuk e ka absolutisht tagër. Është ajo kryetarja apo jemi pa kryetar? Fare mirë, Këshilli Bashkiak mund të zgjidhte pikërisht Ristanin, nuk po them emër tjetër. Pikërisht Ristanin. Nuk bëhet në këtë rast me delegim firme nga kryetari i bashkisë për shkak se nuk e kemi, është prezumuar i pafajshëm, kryetarin e kemi. Edhe kryetari i bashkisë i votuar, edhe i votuari bën betimin përpara Këshillit Bashkiak që të bëhet kryetar. Po kjo duhet të vinte. Sipas jush, zonja Ristani duhet të vinte. Ku është si u certifiku kjo në kryetare bashkisë? Hiku kjo pjesa. Tashti, edhe nëse me formën e duhur, ligjore, me radhë, ne çfarë na interesojnë? Na interesojnë që të shkojë përpara jetë e qytetarëve ato investime që janë për ne. Kujdes, një kryetare e emëruar në detyrë, pra jo e zgjedhur, i ka shumë të cunguara ato hapësirat ligjore që mund bëjë. Pra, ne nuk kemi hallë që a marrin rrogën njerëzit në bashki apo jo, paguajnë dritat dhe ujë i administratës. Ne kemi hallë shkojnë përpara projektet dhe nuk e bën dot. Pse? Sepse nuk është e zgjedhur politikisht. E kuptoj. Prandaj ne kemi zgjedhje politike për t'i dhënë zgjidhje këtyre problemeve. Dhe prandaj në këto raste, njësoj siç ndodhi në rastin e Kuksit, siç ndodhi në rastin e Dibrës, siç ndodhi në rastin e Lushnjës, rastin e Himarës, mund të marr Kavajës, çfarë doni ju? Okej, ju mund të kishit prisur dorëheqjes së shkarkime dhe ai të vazhdonte betejën me drejtsinë dhe Tirana shkon të Hecën përpara, jo të mbash në vdekje klinike Tiranën, sepse Edi Rama është interesuar për mandatin e vet. Jo, kjo nuk shkon. Zoti Ali Mehmeti, jemi te Edi Rama dhe jemi te Sali Berisha. Për vite dhe vite me radhë demokraci. Ju që keni më shumë profilin në distancë, në kuptimin. Vitet e fundit keni qenë aktiv, jeni në politik, po ku shihni këtë përballje që është kaq e vjetër? Sali Berisha në një anë dhe Edi Rama në anën tjetër. Çfarë mendoni që mund të mendojnë qytetarët shqiptar që shkojnë më 11 maj për të votuar? Në radhë parë neve duhet atëherë. Kjo unë jam pro zgjedhjeve të lira dhe zgjedhjeve të ndershme, ku qytetari shpreh vullnetin e vet dhe unë i qëndroj sovrane. Por kujtoj pak këtu fjalët e zotit Vence, zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar në konferencën e sigurisë mini, që tha, nuk mund të thush dot që janë zgjedhje demokratike, një vend i cili burgos liderët e opozitës, një vend i cili vetë censur mediave të veta, e me radhë. Nuk tha i fjalën në Shqipëri. Po brenda kësaj fjalie, ne a mund ta gjejmë dhe veten tonë, do shta i flet për disa shtete. Përfshi këtu patjetër Shqipërinë. Për vendin e Europë folish. Atëherë, a është vendi që ne themi si votojnë shqiptarët kur zgjedhjet në Shqipëri nuk janë të lira dhe nuk janë demokratike? Ne në radhë parë duhet të sigurojmë që të kemi ne zgjedhje të lira dhe demokratike dhe pastaj shqiptarët votojnë si të mendojnë vetë atje ku i mendon zemra tyre më mirë. Unë mendoj që i përfaqësojnë më mirë ne nga Partia Demokratike, po ato kanë drejtën e vet votojnë. Me kusht ama që votojnë në mënyrë të lirë dhe mënyrë të pandikuar nga elemente tjera. Zgjedhje të lira dhe të ndershme demokratike. Kjo në Shqipëri, ju e dini, të gjitha raportet e OSBE-s tregojnë shumë qartë se si kjo nuk ndodh. Raportet e vitit 2021 ka një fjali shumë të tmerrshme, një fjalë shumë të tmerrshme që e thot parti shtet. Nëse ne flasim për një parti shtet, është e kohë që ne bëjmë biseda të tilla. E kemi parë në partinë shtet, gati 50 vjet. Përdorimit të burimeve shtetërore në administratë. Dhe shqiptarët kanë hik 1 milion shqiptar, jo se kanë parë fjalën parti shtet, po kanë parë se si trajton ky shtet shqiptarët e vet. Dhe kanë hikur 1 milion vet atje jashtë. Dhe tashti në mënyrë paturshme, dikush që i doboi ata, shkon dhe i thot hajde votoni ju mua se kanë bënë mirë Shqipërinë. Po ju vazhdoni rrini atje, na duheni vetëm një herë në 4 vjet. Jo, unë do i doja shqiptarët e mi këtu në Shqipëri, dhe do i doja 365 ditë në vit. Por kjo ndodh vetëm nëse Shqipëria bën të bukur, nëse Shqipëria bën të shumtuar. Dhe janë mbi 240.000, s'më vjen shifra e saktë, të regjistruar nga diaspora. 244.000. Dhe rreth 48.000 prej tyre të refuzuar dhe nëse mund ta shfrytëzojnë fazën e ankimimit në gjykatën e Tiranës, mund të përfitojnë në njëri prej tyre, por ka shumë pak
përfaqësues të diasporës në listat e partive politike. Ishte një angazhim shumë i madh. Edhe ajo që përmendët pak më herët ju që Partia Demokratike u bashkua në një marrëveshje për të mos hapur listat, për të bërë këtë listën e fiksuar dhe listën e hapur, ishte edhe për shkak të një angazhimi për të bërë votën e diasporës, sepse gjërat në parlament erdhën si paketë. Vota diasporës u bë, mes shumë sfidash, u ripana fatet, u bë edhe një marrëveshje tjetër së fundmi që të lehtësojë mekanizmi, dhe si përfundim partitë politike i përgjigjen në këtë mënyrë diasporës. Mendon që mund të ketë tërheqje për të votuar, sepse janë regjistruar, po a do votojnë, dhe dyta do jenë të lirë të votojnë, dhe tjetra, a mund të ishin sipas jush më të pranishëm në lista qoftë dhe të hapurat? Po, mund të ishin. Qoftë dhe të hapurat. Patjetër që mund të ishin, por kujtoj një diçka. Ka një ndryshe nga Shqipëria, pra kur jeton Shqipëri, ne kemi sistemin rajonal në Shqipëri. Kur ti shkon emigrant diku, po e zë unë në Rom, apo në Londër, apo New York, ku do në juve, tani atje ka nga mërgim, kanë shku nga trevat ndryshme. Dhe nuk janë nga vetëm një rajon. Pra, është më e vështirë kjo logjikë. Se në Tiranë janë gjithë, pothuajse gjithë, banues dhe votues në Tiranë. Tirana ka edhe numrin më të madh. Ndërkohë që jashtë janë të kombinuar, varësi nga cila zonë kanë ardhur. Kjo ka një vështirësi. Pra, ky kandidati kur vjen, ku vendoset, ndërkohë që atje mund ta ketë mbështetjen në shkallë kombëtare, në shumë qarqe të ndryshme. Ktu vetëm një qark ai nuk e maksimalizon dot votën e vet. Sepse kemi ne sistemi zgjedhor të gabuar për sa i përket njërit krah. Kjo është e vërtetë, Patjetër nga krahu tjetër, kujtoj që duhet ketë edhe një lloj ambicie. Pra duhet një iniciativë, duhet që këta ne patëm procesin e primarëve, nuk mund të flas për Partinë Socialiste se atje një vendos dhe mbyllet ajo. Po ne patëm procesin e primarëve, ku duhet të aplikosh. Se është kjo. Dakor, po ju kishit departamentin Brain Gain që kryesisht ishin individ të angazhuar në diasporë, element që u angazhuan dhe këtu në daljet mediatike, në fushat në primare. Dhe nuk u përfaqësuan dhe asa ta. Ti hy pjesës makro dhe pastaj patjetër do vijë dhe këtu ke pjesa e departamentit. Pra, diaspora për mu ka një vlerë shumë, unë kam qenë gjithmonë mbrojtës se thot kushtetuta që kanë të drejtë vote. Pastaj duan ata të votojnë, apo kanë hikur nga Shqipëria pa e kthy kokën mrapa sepse ju baballarët tuaj, gjyshit tuaj me radhë të mi të gjithë tjerëve kanë sjell fund fare me veprimet dhe mos veprimet e tyre, kanë sjell këtu një Shqipëri të pajetueshme për fëmijët tanë dhe niprit tanë. Kjo pastaj u takon atyre ta vendosin. Me kushtetutë ti jep drejtën për të vendosur. Më pas është diskutim tjetër. Votojnë apo nuk votojnë ata. Tani, përfaqësuesit e tyre. Patjetër ka disa organizatë që kanë punu fort. Shumë këtu kujtoj se ju thatë departamenti diaspora për Shqipërinë e Lirë. Shumë të angazhuar. Ka punuar shumë më tepër, ka punuar aty për të formuligjin, për të vënë anketimin, për sistemin online, shumë nga këto elemente, të cilat kanë qenë dhe mekanizma ligjor, po fatkeqësisht mekanizmat ligjor nuk dalin shumë nëpër televizion. Po dalin më shumë ata që përtasin. Ne përpjekur që t'ju japim sa më shumë. E vërtet, prandaj edhe unë këtu e gjej mundësinë për ta thënë këtë. Ekselenca e ka zërin e ulët. Dhe zakonisht nuk përbën lajm ekselenca, sepse punon në mënyrë konstante, në mënyrë të vazhdueshme derisa të arrijë dhe arrin objektivin se ja u bën këto gjëra. Po neve kemi qef dhe këtë pjesën këtu që të dalim, na duket si punë kjo pjesa tjetër, kur puna e vërtetë është kjo. Brain Gain është departament pranë Partisë Demokratike, e cila ka punu tashmë me vite dhe ka sjell aktivitete nga më të ndryshmet. Ka qenë pjesa më e bukur, mund të thoja, ndoshta e gjithë pjesës, por paktën unë mund të jap mendimin tim, pastaj gjithsesi kush ta mendoj vet. Ka sjell një risi të bukur, patjetër. Ka sjell shumë aktivitete me radhë, ka sjell dhe figura që nuk i kishim parë. Që dolën figura shumë të mira, djem dhe vajza të rinj. Që patjetër unë mendoj që disa prej tyre kanë mund të jenë që sot politikë dhe do rriten politikë dhe do kenë mundësisht shumë të mira. Disa prej tyre u angazhuan dhe në primare, ju i keni parë. Po, dhe patën vota. Andi Mustafaj në Tiranë pati u votua shumë mirë. Vota. Votua shumë mirë. Tet Kopliku në Shkodër, i cili është në listën e Shkodrës. Doja shumë ta kisha pasur në garë sot. Ishte aty me ne, ishte pjesë e skuadrës. Po, për çfarë arsye pastaj duhet pyetur zoti Mustafaj, Tedi Kopliku. Dëgjova në një intervistë që sa do angazhohen për të gjithë fushatën e Partisë Demokratike. Zoti Kopliku është në Shkodër, një tjetër djalë i ri, një tjetër djalë i formum, një tjetër djalë qytetar. Pra janë disa prurje, patjetër nuk
fund fare ditës që Partia Demokratike ka shumë figura. Ajo lista në fund fare ka 140 vendet hapura dhe duke 26 vendet mbyllura dhe mbaron me kaq. Është pothuajse pamundur që gjithkush që ka vlerë tjetër aty brenda. Tani se ka një garë, ka seleksionime, nëse seleksionimi ka qenë i gabuar. Ideja është të sigurt janë ata që i kemi parë gjithmonë, në të sforcuar në garë jeni ju dhe një pjesë tjetër dhe të rinjt. Ngjyra të rinjve është normalisht një garë nga një legislaturë në tjetrën pranohet që afro 30% e listës të jetë e rinovuar. Po me thënë drejtën, ky 4 vjeçar jo nuk ka qenë aq tipik. Sa që neve ti nënshtrojmë këtij rregulli tipik. Ka qenë një 4 vjeçar ndoshta i paparashikueshëm nga gjithë ekspertët e politikës. Një pyetje të fundit. Adriatik Lapaj, Endri Shabani, Dashamir Shehi, Engeled Alibeaj. Është edhe Lulzim Basha më vete dhe element të tjerë. Këto dy koalicione që janë më shumë me element edhe të rinj. Sa ju sfidojnë ju? Ose votat e djathta? Dhe sa më ndoni ju, është edhe Arlin Qori, për shembull, që presupozoj që merr vota majtas, për shkak të profilit të partisë së tij. Po, ndoshta zoti Qori është më vështirë që bashkëpunë për shkak, e thatë shumë qartë. Pra, ka një ideologji të majtë, kështu që qëndron aty. Unë do doja që të gjithë kushdo që e mendon që Edi Rama duhet largohet me datë 11 maj, duhet ta largojmë ne, jo tiki vetë, unë s'jam atë parimin, ai tiki duhet ta largojmë ne, t'japim ne rotacionin me 11 maj, duhet bashkoheshin një front, kështu e mendoj. Pra, kundrejt një shteti. Por ata e kishin kush që nuk bashkëpunojnë me Sali Berishën apo me ata që kanë konsumuar pushtet. Unë po jap mendimin tim. Në një shtet ku jemi thellë në gropën e korrupsionit financiar dhe moral, unë do doja të shifsha gjithë bashkë njerëz që nuk kanë nga ky problem, as korrupsion moral, as korrupsion financiar, dhe të jenë gjithë bashkë të drejtim. Më pas ka qenë negociata ndërmjet kryetarëve të partive përkatëse, unë nuk jam kryetar partie, kështu mund ta them. Pse këto negociata s'kan shkuar deri në fund, do duhet me i pyet ato kanë dhënë mendimet e veta, por idealisht duhet maksimalizoj vota kundër Edi Ramës. Fraksionimi i votës nuk është pozitiv në këtë fort e parë nga pikpamja matematikore. Kështu që do duhet. Por keni kursyer ndoshta më shumë vende në listë. Do duhet megjithatë Partia Demokratike, si gjithmonë ajo është alternativa. Pastaj ne i ftojmë bashkëpunojmë ndoshta në moment pas zgjedhor, sepse para zgjedhor tashmë koalicionet janë bërë. Por kemi koalicione para dhe pas zgjedhor në dikush dhe mund gaboj, po ne japim kohë që ta korrigjoj gabimin. Okej, shumë faleminderit zoti Ali Mehmeti dhe suksese.